Gjykata e lartë vendosi mospranimin e rekursit të Emiliano Shullazit duke vullosur dënimin me 14 vite burgim për kreun e grupit kriminal që zhvaste biznesmenët përmes shantazhit. Kolegji penal vendosi mospranimin e rekursit edhe për anëtarët e tjerë të grupit, përfshirë edhe Gilmando Danin, për shkak se ky fundit ka vdekur. Dani, që ishte një nga anëtarët më aktiv të grupit të Shullazit dhe krahu i tij i djathtë, u ekzekutua nëntorin e 2025-s në rreth rrotullimin e aeroportit të Rinasit kur sapo ishte kthyer nga Spanja. Viktima e atentatit mafios mbeti edhe agenti i AMP-s, Muçi Shaljani alias Sheqeri. Nga grupi kriminal që drejtohet nga Emiliano Shullazi, vetmi që vijon të jetë në qelite para burgimit është vetë ky i fundit, edhe për shkak të faktit se po gjykohet për akuzat të tjera të rënda, ndërsa të tjerët kanë rifituar lirinë pasi kanë përfunduar dënimet, ndërsa Dani ishte liruar me kusht në kohën kur u qellua për vdekje. Pas një procesi të gjatë dhe një konflikti të fortë brenda radhëve të ish prokurorisë për krime të rënda, në nëntor të 2018-s, ish gjykata për krime të rënda e gjeti fajtor Emiliano Shullazin dhe e dënoi me 14 vite burgim për zhvatjen e pasurisë e kërcënimin e biznesmenëve Ylvi Beqja dhe Jani Zarka, si dhe grup kriminal. Gilmando Dani u dënua me 12 vite burgim, Endrit Qyqja dhe Endrit Zela me nga 10 vite burgim secili, ndërsa Blerim Shullazi me 9 vite burgim. Sipas verdiktit të gjykatës, ata u shpallën të pafajshëm për akuzën e kërcënimit të rektorit asaj kohe të Universitetit të Tiranës Mynir Koni dhe ish rektorit Dhori Kule, si dhe për vendosjen e tritolit në garazhin e biznesmenit Jani Zarka. 3 vite më vonë, ky vendim u la në fuqi nga gjykata e posaçme. Procesi për Shullazin dhe grupin e tij u zvarrit për një kohë të gjatë për shkaqe të ndryshme, ku më kryesoret ishin mosparaqitja e avokatëve dhe braktisja e sallës së gjyqit nga të pandehurit, dhe në raste të tjera edhe për shkak të mosformimit të trupës gjykuese.